shumë rëndësi ceket që kjo mesesi që përmendet të ulëndruar, kjo çështje është diskutuar në mesin e ulemave dhe pjesa dëmuese dietarëve e kanë obligim, se kanë cek që duhet patjetër të jetë ushqim dhe nuk lejohet të jepet shuma e ushqimit më para. Mirë po, ajo që shihet domosdoshmë në mëdhëbin ton, tek dietarët e mëdhëbit Hanefi, janë më fleksibil në këtë mesele, edhe kanë lejuar duke cekë edhe për librat e tyre ku thonë se el-qime e përmendin dhe thonë që është ejser lil ghani wa anfa lil faqir. Është më lehtë për të pasurin, po është edhe më e dobishme për të varfrin. Sidomos në kohë që nuk jemi në mungesë të ushqimit edhe varfëritë të skajshme. Sigurisht, prandaj themi Allahu e din më së miri, po ai që ka mundësi ta jap edhe sheh që dikon është e nevojshme në ushqim, ta jap ushqim, mirë po ai që mos nëse ka një fëmijë të varfër ose një familjar që bashkë ka nevojë për ushqim, shkon e jep drejt për drejti. Ushqim, mirë po nëse jap para të shumën, atëherë është e lejuar, që e përmend tek dietarët e mëdhëbit tonë dhe është në rregull me këtë mënyrë, këtë formë e ka kryer obligimin e tij që e ka për agjërimin e ditëve të Ramazanit.